Një ditë që nisi si pushim veror përfundoi në një skenë dhune në Vërmicë të Prizrenit. Një konflikt i nisur për një lojë me top eskaloi deri në atë pikë sa një i ri përfundoi i plagosur me kaçavid në shpinë. Ngjarja ndodhi më 1 korrik 2021, ndërsa viktime e këtij incidenti ishte Andi Badalli, i cili sipas deklaratës së tij u godit me një kaçavid me 18 cm. Për të kuptuar tërësisht atë që ndodhi atë ditë, ekipi i Kiks Kosovës u rikthye në vendin e ngjarjes, në hapësirat e restorantit dhe pishinës Univers në Vërmicë, aty ku gjithçka kishte nisur dhe kishte dalë jashtë kontrollit. Qëllimi ishte të dëgjoj edhe pala tjetër. Versioni i historisë së Unitet Fanaj, menaxheri i kompleksit dhe një nga personat kryesor të përfshirë, i cili gjithashtu dyshohet për plagosjen me kaçavid, si dhe babait të tij Selajdin Fanaj, pronari i biznesit. Ekipi priti disa minuta për të takuar njërin nga ta. Selajdin Fanaj nuk u paraqet, por në vend të tij doli Unitet Fanaj, i cili fillimisht pranoi të flasë hapur për rastin. Ai dëgjoi pyetje dhe u shpreh gatshëm të jap versionin e tij të ngjarjes. Megjithatë, kjo gatishmëri nuk zgjati shumë. Pas disa bisedave telefonike me babain e tij, qëndrimi i tij ndryshoi. Ai e pa të panevojshme të vazhdoi deklarimin para kamerës. Pavarësisht kësaj, ajo që kujton për atë ditë mbetet në linjë me deklaratat që kishte vënë më herët në polici. Sipas unitetit, ngjarja nisi si një mosmarrveshje e zakonshme, por shumë shpejt u shndruar në një përplasje fizike që doli jashtë çdo kontrolli. Fillimisht punëtori i pishinës kishte tërhequr vrejtje për lojën me top, pasi sipas tij po shqetësoheshin musafirët. Por situata nuk u ndal me kaq. Menaxheri i kompleksit, Unitet Fanaj, kishte deklaruar se u ka kërkuar Andit, edhe 2 shokëve të largoheshin, madje duke u ofruar edhe kthimin e parave. Refuzimi sipas tij çoi në përplasje fizike, ku ai pretendon se u godit i pari nga Andi Badalli. Në ato momente, sipas dëshmisë së tij, situata doli jashtë kontrollit dhe punëtorët e lokalit u përfshin në konflikt, pasi sipas tij Andi kishte kërcënuar me fjalët "kam i u vra". I pyetur nëse e ka goditur me kaçavid Andin, uniteti e kishte mohuar. Sipas tij këtë e ka bërë Muharrem Pulaj, kopshtar i restorantit. Dhe këtë e kishte parë pasi ai ishte nisur për në spital dhe rrugës kishte hasur Andin, Reisin dhe Bujarin, si dhe 2 punëtorët e tij, Klodianin e Muharremin. Ai kishte deklaruar madje se nuk e ndjen veten fajtor, sepse ka qenë në vendin e tij të punës. Por çka kishte deklaruar Muharremi në prokurori? Ai thotë se atë ditë kishte qenë duke punuar në mirëmbajtjen e hapësirës kur papritur kishte dëgjuar zhurmë nga pishina. I shqetësuar, kishte dalë drejt rrugës kryesore ku kishte parë shefin e tij, Unitetin, të gjakosur. Në një gjendje paniku dhe frike, ai kishte treguar se ka mbajtur në dorë një kaçavid të cilën po e përdorte për punë. Në atë moment, nga një distancë prej rreth 10 metrash, Pulaj kishte thënë se e ka goditur në shpinë me kaçavid Andin. Pas kësaj, sipas rrëfimit të tij, të rinjët janë larguar me vrap, ndërsa ai është kthyer për t'i dhënë ndihmën e parë shefit të tij të lënduar. Ai mohon të ketë pasur kontakt fizik tjetër me ta, duke theksuar se distanca mes tyre kishte qenë e konsiderueshme dhe se nuk kishte pasur përleshje të drejtë për drejtë në atë moment. Në këtë konflikt ishin të përfshirë rreth 10 persona, stafi i pishinës dhe 3 klientë. Por ajo që mbetet e paqartë është momenti kyç. Kush ishte prezent kur Andi Badalli u godit me kaçavid në shpinë dhe kush e goditi fizikisht? Deklaratat e të pandehurve nuk përputhen mes vete. Në njërën anë, Andi Badalli së bashku me Reisin dhe Bujarin deklarojnë se në momentin e goditjes në rrugë ishin prezent edhe Selajdin Fanaj dhe Unitet Fanaj. Ndërkohë, versionet e stafit të restorantit ndryshojnë. Muharrem Pulaj pretendon se nuk e ka parë Selajdin Fanaj në momentin kur ai thotë se e ka goditur Andin me kaçavid. Po ashtu, në deklarimin e tij mbetet e paqartë nëse Unitet Fanaj kishte mbetur në pishinë apo ishte nisur drejt rrugës ku ndodhi incidenti. Në anën tjetër, Klodian Kurtaj deklaron se në atë moment kishte qenë prezent edhe Selajdin Fanaj. Këto kundërthënie në dëshmi e bëjnë edhe më të paqartë rrjedhën e saktë të ngjarjes dhe rolin e secilit në momentin kritik të plagosjes.
Duke u mbështetur në kallëzimin penal, prokuroria kishte nisur hetimet Shëm2 korrekt 2021 dhe kishte kërkuar paraburgim për unitet Fanaj. Megjithatë, gjykata themelore në Prizren e kishte refuzuar këtë kërkesë, duke i caktuar atij masën e arrestit shtëpiak për 1 muaj. Vetëm 2 javë më vonë, kjo masë u ndërprej dhe ai u lirua në liri. Ndërkohë, pas ekspertizës mjekoligjore u konstatua se si unitet Fanaj ashtu edhe Andi Badalli kishin posuar lëndime të lehta trupore.